Shtetet e Bashkuara kërcënon me përgjigje të mundshme ushtarake pasi Irani refuzoi bisedimet bërthamore. Shtëpia e Bardhë paremëroi përsëri Teheranin të dielën se do të përballet me përgjigje ushtarake nëse nuk pranon arritjen një marrëveshje për programin e saj bërthamor. Një ditë më herët, lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei e hodhi poshtë kërkesën e Shteteve të Bashkuara për bisedime. Ne shpresojmë se regjimi i Iranit i zgjedh interesat e veta më të mira dhe popullit vet në vend të terrorit, tha zëdhënësi i sigurisë kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Brian Hodge. Në një komunikat të dielën, duke përsëritur deklaratat e presidentit Donald Trump se nëse detyrohemi të futemi në luftë ushtarake të mërshme. Në intervistë në Fox Business, Trump tha se ka dy mënyra për ta trajtuar Iranin ushtarakisht, ose duke bërë një marrëveshje për të parandaluar Teheranin nga sigurimi i armëve bërthamore ose një sulm ushtarak. U kam shkruar një letër atyre, ku u thash shpresoj që të negocioni sepse nëse duhet të veprojmë ushtarakisht, do të jetë e tmerrshme. Po të isha në vendin e tyre do të bisedoja për një marrëveshje. Nuk jam i sigurt se të gjithë pajtohen me mua, por ne mund të arrijmë një marrëveshje që po të ishte aq e mirë sa një fitore ushtarake, shtoi ai. Por koha po afron, diçka do të ndodhë në mënyrë ose tjetrën, theksoi presidenti. Pjesë nga intervista u transmetuan më 7 mars, po intervista e plot u shfaq më 9 mars në Fox. Ndërkohë Ali Khamenei tha në 8 mars gjatë një fjalimi para një grupi zyrtarësh iranian, pa përmendur drejt për drejt Trumpin apo SBA-n, se bisedimet e tyre nuk synojnë zgjidhjen e problemeve. Ato bëhen për le të flasim atë që duan mbi palën tjetër që është ulur përballë nesh, tha Khamenei. Këmbgulja e disa qeverive ngacmuese për bisedime nuk ka qëllim zgjidhjen e çështjeve. Bisedimet përta janë një rrugë për të paraqitur kërkesa të reja, nuk kanë të bëjnë vetëm me çështjen bërthamore të Iranit. Irani nuk do t'i përmbush pritshmëritë e tyre, u cituat këtë thënë Khamenei nga mediat shtetërore. Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi tha në 8 mars se Teherani nuk ka pranuar ndonjë letër nga Trumpi. Kemi dëgjuar për të letrën e Trumpit, por nuk kemi marrë asgjë, tha Araghchi në televizionin shtetëror. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë thënë prej kohësh se nuk do të lejojnë kurrë Teheranin të fusë në dorë armë bërthamore, ndërsa Irani vazhdon të pasurojë uranium në nivele pranë atyre të përdorura për përdorimin e armëve bërthamore.